miq të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio. Ju falenderova më herët se do të kem të thuar të parë për ditën e sotme. Siç duket kemi sjellur gjithë folklorin sot këtu në studio, nëse mund të quaj. Padyshim pak shaka ishte. Dhe kam në studio Adnan Aliun dhe Emin Xhaferin, dy të rinj të cilët me të vërtetë nuk e di, a e din edhe vetë se cilit instrumentin t'i bien. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Faleminderit për ftesën, ndjejmë kënaqësi që jemi në këtë ambient të ngrohtë në televizionin Shenja. Kënaqësia është e jona, faleminderit që pranuat të vini në emisionin ton, faleminderit që jeni zgjuar kaq herët për të na begatuar emisionin. Faleminderit edhe nga ana juaj. Uroj që nuk ju kemi zgjuar herët. Jo. Nuk ju kemi zgjuar herët, zakonisht zgjoheni kaq? Kaq herët jo, po. Nuk na keni zgjuar se kishim një arsye për të erdhur në emision dhe kështu me kënaqësi erdhëm për këtë emision. Kishte problem. Faleminderit. Keni sjellur shumë instrumente këtu. Po. Cili është instrumenti i parë të cilin i keni ra? Që kemi luajtur. Po, që i keni luajtur. Po fillimisht kemi luajtur në kavall, por unë dua që të filloj për këto instrumente të flasim, duhet një kohë pak më të gjatë. Por do ta filloj me okarinën, një instrument që ja dim prej ardhe, dhe është instrumenti jonë i lirë dhe duhet që të mburemi me këtë instrument. Në fillim është quajtur fyll dheu, ndërsa emërtimin e merr diku nga mesi i shekullit 19 në Itali, në Budrët e Italisë, nga një keramik punues, Giuseppe Donapi, i cili e prodhoi këtë instrument, ndërsa shoku i tij muzicient, i ngushtë që ishte, e titulloi okarina, do me thënë oka e re dhe rina e vogël, pa diçka, zog pate, se zgjan edhe si stjepi i zogut. Edhe është një instrument që prejardhjen e ka nga fshati Rumik, do me thënë arkeologët tanë e kanë zbuluar në atë fshat, të Skënderajt. Unë e falenderoj për këtë instrument Bacën Shaqir Hoti, i cili më dhuroi këtë instrument për të prezantuar në festivalet të ndryshme. Emiton shumë bukur zogjt dhe mund që edhe ta përdoret në këtë instrument. Unë pak do të luaj në këtë instrument. Sigurisht. Ku ti ndëgjojmë tingullit e këtij instrumenti. Po, padyshim. Vërtet ishte bukur për ta dëgjuar, besoj që gjithë shikuesit u kënaqën. Faleminderit. Do vazhdosh me prezantimin e të tjerave? Po do vazhdojmë me prezantimin e kavallit. Fillimisht prej kur fillova unë që të luaj në këto instrumente, diku ka qenë mosha 14 vjeçare, ku e falenderoj Xhaxhin Rizvan Sinani, mjeshtri i kavallit, së bashku me Salla Shabanin, kanë qenë doajenat e kavallit, ku Gostivari gjithmonë ka pas kavallist të shkëlqyer, mund të them më të mirit në trojet shqiptare. Aty edhe fillova unë që duke i ndëgjuar ata, dëshira ime ishte që të luaj edhe unë në këto instrumente. Siç thash, nga mosha 14 vjeçare, kavalli im ka ra në duart e mia, një dhuratë nga Rizvan Sinani, të cilën e falenderoj shumë. Pastaj u shoqërova në ansamblin
të këngëve dhe vallëve Besa, ku bashkë me kolegun Emin Xhaferi, diku deri 7 vite kemi dhënë kontribut në atë ansambël dhe kemi luajtur në këto instrumente. A ka qenë edhe për Eminin Kavalli, do të thotë instrumenti i parë në cilin ka luajtur? Fillimisht, instrumenti i parë i imi ishte fylli. Pastaj si valltar isha te ansambli Besa dhe për aty me Axher Salla Shabani fillova edhe ta njoh edhe Kavallin. Edhe ma dha një kavall që ta ushtroj në shtëpi. Dhe sigurisht, na trego pak atë pjesën ku e ke marrë kavallin dhe sigurisht nuk e dita si ti bishës, si funksionon. Fillimisht isha edhe si instrumentalist defist të ansambli Besa dhe si valltar, edhe kur ushtroheshim me folklor unë veç e misha e shifsha as ka këtu dhe një pip, kështu për ta fry as kur gjo. Mirë po për qef, me raku i math edhe e mëso. Po interesant është kur merë dhe e shef vetëm si objekt dhe nuk e di se si... A mund të mësohem të bie këti instrumente? Interpretoj. Mirë po, kadal, jo mësohem. Me vullnet? Rasti i parë ishim në festival në Elbasan. Ishte një festival, unë isha si instrumentalist. Mirë po, kavallin që ma dha Axher Salla, fillova ta ushtroj pak në shtëpi. Edhe kur shkuma i ushtron të një pjesë, dushte dale të prezentohet me kavall. Dhe unë e mora kavallin edhe e bon të një melodi edhe unë e përcolla atë melodi. Apo ti qenë ke për në skenë, unë si isha pregadit për me kavall, dola edhe me kavall. Dhe me thonë, herë e parë që do në skenë ishte në Elbasan. Edhe ishte gjithë shka perfekte. Krejt, për çdo gjë rasit është... Po, sigurisht. Do vazhdosh me prezentimin e të tjerave? Po. Sepse ta ndërpretëm fjalën? Jo, nuk është problem. Të vazhdojmë me prezentimin e kavallit. Këto kavalla pra këto instrumenti kam prodhuar vetë. Po, ku do të flasim pak më vonë rreth materialit, rreth do të gjithçka. Atëherë të interpretoj një melodi. Okej, me kolegë. Përderisa ju po loznin të unë po shikoja shumë çuditërisht, e din e keni parasysh faktin kur nuk ke idenë se si bëhet dhe vetëm shikon çka po ndodh, apo jo Medina dhe për ty e njëjta? Po, valla vërtet me qenë se ishin edhe këta tinguj cilët të vënë në një botë interesante, harroje diçka që ke përreth, ishin vërtet tinguj relaksues, tinguj magjik. Tinguj magjik. Si mund të mirreni vesh mes vete kur duhet ndalet zëri, kur duhet ngritet, cili duhet pushoj? E keni vështirë ose më jeni mësuar ose keni kaluar shumë? Vetëm me ushtrime.
me do me thënë kemi gjatë kohë që punojmë bashkë, i kemi interpretu këtë melodi, dhe me ushtrime ja kemi arritur. Ndonjëherë edhe vetë e kërkon ajo, do me thonë kur ngritet zoni, njënit ka fal që shkon solo, do ta dish ku ta ulish. Vetë e kërkon ajo vetë. Po, tash jeni mësuar. Na flasësh pak më tepër se si e ke bë, me çfarë materiali bëhet, me qenë se ju edhe vetë i bëni këto instrumente. Për të ekzistuar një kavall, një instrument, do që në të dyja anët të jetë i hapur, të ketë një vrim të mbrëmshme. Pastaj varësisht nga gjatësia e kavallit, ndryshon edhe tonaliteti i muzikës. Ideja ime gjithmonë ka qenë që këto instrumente folklorike të jenë sa më tepër të akorduar në instrumente të tjera. Do me thënë jo vetëm në folklor, po me këto instrumente që të mund të luajmë edhe në zhandre të tjera të muzikës. Si popullore, zbavice, kemi pas rastin, kemi përcjell diçka ku i kemi dhënë mendoj një zbukurim muzikës në këto instrumente. Ideja ka qenë që kavall të akordojmë pra në instrumente të tjera, dhe ky kavall ndahet edhe në 3 pjesë. A mund t'i bish se cilis prej kësaj, ose duhet që të bëhen të treja bashkë? bashkë? Duhet të bëhen të treja bashkë, do me thënë për pse e kam arrit që të bëj këtë në 3 pjesë. Për shembull, nëse jemi të lodhur, nuk kemi atë tona mbazhur, siç i themi ne në muzikë. Me rrotullimin e kësaj, nëse lëviz pak më lart, kjo ndryshon tonalitetin, për një semiton në muzikë. Do me thënë që të arrijmë atë akordin të jemi të saktë në muzikë. Prandaj edhe kemi bërë kështu. Kjo ka qenë një ide. Materialet mund të jenë prej druri, që punohet prej drurit të frashnës, pastaj prej plastikës, alumin, bakër. Do me thënë, nuk është diçka karakteristike. Duhet që dikush të ta ketë dhënë këtë zanat. Mund të na tregosh kush ta ka dhënë? Po këtë zanat thashun se kemi marrë te dojenat e kavallit në Gostivar që kanë interpretuar. Po disa ideja i kam pas edhe vetë, që sa më tepër të jem me muzikën, do me thënë të mos ngelim vetëm në folklor, po këto instrumente të i zhvillojmë edhe më tepër. Po, sigurisht. Do vazhdosh tutje? Në veçanti, për këtyre instrumenteve, këta do me thënë kanë ekzistuar si kavall, si instrument. Edhe e dim se prej ardhen për herë të parë, e kemi në mesharin e Gjon Buzuk në librin, në vitin 1555, është përmendur si fyll, edhe në literaturë shqiptare është i përmendur si fyll. Por fylli dhe kavalli dallon, jo vetëm nga numri i vrimave, por edhe nga gjatësia. Kavalli ka 3 regjistra, do me thënë, ndërsa me fyll mund të lozin diçka pak më thjesht, ndërsa kavalli ka një mjeshtri dhe mund të luhet diçka më e përsosur. Në rregull. Po në veçanti për këtyre instrumenteve që kam prezantuar dhe që kam prodhuar, është ky kavall. Një lloj kavalli i cili nuk ka ekzistuar, diku nga viti 2008-2009, arrita që të bëj këtë kavall, është pra si që shikoni dallohet nga të tjerit, është edhe më i trash, edhe i lakuar në maje. Trashësia është për shkak se duhet që të ketë tingujt më të thellë, më të ulët. Qëllimi kryesor ka qenë që në këtë akord, notën A, G, për të kënduar më tepër meshkujt, pra për tonalitetin mashkullor. Kështu që më lindi një ide që të ketë një vrim të mbrëmshme më të gjerë. E lakova për shkak që të kemë më lehtë për interpretim, se kishte një gjatësi shumë të madhe. Po. Ku mund të luajmë një pjesë të shkurtër në këto kavalla. Po sigurisht vetëm fillimisht desha që të pyes, me qenë se përmende gjinit. Shohim se zakonisht djemt u bien këtyre instrumenteve. A njihni ju ndonjë femër e cila është ndoshta sadopak ka dëshirë që të mësoj diçka nga këto? Nuk kemi pas rastin në shumë festivale, kështu që kemi marrë pjesë, por nuk kemi takuar. Prej shqiptarëve kom fjalën. Ishte edhe në Gostivar një rast Nita Vishka, profesoresha, po. Ishte profesoresha muzikës, me një koncert në Gostivar, murë pjesë me Agjen Sallani me kavall. Mirë po tash nuk vazhdojmë me atë, mirë po ju dha rasti që njerë të prezentohet, dhe më thënë një femër shqiptare për herë të parë, po, është interesant. që luajti në kavall. Si do qoftë, mund vazhdoni.
Vërtet tinguj, magjik, tinguj për allori janë Tinguj këto. që janë më të ullët, me këto kavalla kemi interpretuar në shumë festivale, kur shumë juria e festivalit më kanë vlerësuar dhe më kanë dhënë shumë komente pozitive, si ide dhe si interpretim në këto instrumente. Sigurisht, vetëm më vjen interesant mua dhe sigurisht gjithë shikuesve se si ka mundësi që në një instrument që loz njani, din edhe tjetri ta bëj. A qëndroni me banim afër ose se duhet... Po edhe me banim jemi afër edhe, gati se çdo ditë me Eminin jemi zbashku dhe çdo herë që bisedojmë është fjala për muzikë. Po. Ju e cekën nga treguat për instrumentet në veçanti edhe atë që i formësoni vetë. Është gjë vërtet e cila duhet tjetë pak e vështirë për ju apo e keni vullnetin dhe jarini gjitha? E kemi vullnetin. Vullnet kemi shumë të madh, që çdo herë luajmë në këto instrumente dhe kemi marrë pjesë në shumë festivale të ndryshme, po me vullnet, me punë, edhe pse kavalli dallohet prej instrumenteve të tjera, nëse marrim në folklor është instrumenti më i vështirë për interpretim se sa instrumentet të tjera, por me punë, me vullnet, me dëshirë, mund t'ja arrish që të bësh një instrumentist i mirë në kavall. Po si ju qëndrojnë punët me kolegët tjerë? Keni bashkëpunime? Bashkëpunime kemi shumë me këngëtarët, duke filluar nga Gostivari, ndoshta suni përmes të gjitha, po disa që kemi realizuar albume me këngëtarin e minjor nga Gostivari, Nibia Lili, para disa viteve kemi realizuar një album, së shpejti del edhe albumi tjetër në shitje, është në përfundim. Pastaj me vëllezërit Dervish nga Kërçova, kemi marrë pjesë, kam realizuar një album dhe kemi marrë pjesë në festivalet në Paris, City de la Musique dhe Les Orientales. Po ashtu nga Kërçova kemi përcjellë Hasan Limani dhe Musa Izeri, që kemi marrë pjesë në festivalin e Varshavës, Nova Tradicia, ku e falenderoj produksionin muzikor Beni nga Kërçova, që ka qenë organizatori këtyne festivaleve. Tani më datë 20 shkurtë kemi festivalin në Slovaki, deri më 28 që do të mbahet. Edhe shumë festivalet tjera, mos flas për Shqipëri, në Kosovë, se edhe vetë nuk i di dhe nuk i mbaj me të gjithë festivalet. T'ua jap një ide, pse nuk hapni një kurs ku të rinjt do të kishin pasur mundësi të mësojnë këto? E din se sa të holla do t'i fitoni, bile do na jepit edhe neve ndaj. Do ta kisha bërë me shumë vullnet, edhe për të mos fitoj të holla, vetëm e vetëm që të ketë, siç kanë shtete tjera të Ballkanit, shonën fakultetit se kanë degë për folklorin, ndërsa këtu të ne fatkeqësisht mungon. Ne kemi qenë me Eminis bashkë edhe të ansambli Shota në Prishtinë, që kemi dhënë disa koncerte dhe do t'japim prap, ku do ketë nevojë, por jemi vetëm unë dhe Emini, jemi të pakt që luajmë në këto instrumente. Duhet që rinia më tepër, gjenerata jonë, po edhe më të ri, kush dëshiron le të urdhnoj, do t'i mësojmë, të paktën të interpretojmë në këto. E pra gjithë të interesuarit, më falë Medina, të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të mësojnë, janë një mundësi e mirë, pse jo? Një mundësi e mirë, le të urdhnojmë të gjithë vullnet. Mos hupen këto instrumente. Mos zhduket tradita. Kjo është tradita jonë, është instrumenti jonë, lashtë. Po rëndësishme hava që këta janë të hapur dhe i mirë presin ata të cilët duan të mirën me këto apo kanë talent. Sigurisht ajo është më rëndësishmja. A keni pasur dikë më herë që do të kaluajtu në instrument ose jeni të parë të cilët e hapni këtë rrugë? Në familjen time nuk ka pas trashëgimtar, jam i pari që luaj në këto instrumente. Edhe të familje im s'ka pasur, ka pas e qenë fshat nga vimne, nga Reka e për me disa fshata. Ka pas kavallistë mirë, po familjarisht nuk e kemi të trashëguar. A janë lodhur familjarët të ju dëgju të kohën me tingu edhe a ka pas ndonjë rast kur ka thënë, a dini munalu se s'tu na lini rahat ose na e sa të ngjajshme? Po zakonisht ne kur ushtrojmë nuk u pengojmë familjarëve. Kemi ato dhoma të posaçme që luajmë në këto instrumente, por mendoj se janë krenar, kur na shohin në televizion, domethënë me punë arrihet kjo. Sigurisht edhe ato kur ju mundoheni që të ruani vlerat. Po. Na përkraj, gjithmonë, familja na përkraj. Po, përkrahja e familjes është ajo që duhet zakonisht, me qenë se ata të parë cilët na përkrajnë janë familja, më pas vinë të tjerët cilët dëshirojnë të na ndëgjojnë ose të na shohin. A jeni prezent në përdarsma? Po,
jemi prezent në përdarsma, zakonisht kushtrohet darka, si që quajmë ne ato banketet kur bëhen, kushtrohet darka, ndalet muzika, ka një pauzë, dhe ne luajmë në këto instrumente, dhe përcjellim edhe këngëtar të ndryshëm, për shembull ato këngët e vjetra, Vin Vaporat, ose Sulçebek, ose në një Fusha e Korabit, në ato këngë, ku çdo herë kemi shumë dorë trokitje dhe dasmorët e mirëpresin këngën tonë folklorike. Janë të lodhshme dasmat? Janë të lodhshme. Sa orë, sa minuta ju bini instrumentin? Po ne nuk luajmë shumë, domethënë, përderisa hahet ushqimi, diku rreth 40 minuta, 1 orë, kështu që pa problem luajmë për atë kohë. Ju kemi pa prezent edhe nëpër ekrane televizive në shumë të rasteve, për herë të fundit unë që ju kam pa, ka qenë tek konaku festiv, konaku folklorik, në televizionin Shenja, tek Fadil Zendeli. Na tregoni pak për këtë pjesë, sa është e rëndësishme që ju t'jeni prezent në media dhe sa jeni në të vërtet? Po prezent në për media jemi, fillimisht kemi filluar në radio televizionin e Maqedonisë, në ansamblin Besa. Ka qenë hera e parë që kemi qenë prezent si në televizion. Pastaj kemi qenë në TVSH, në Shqipëri, në RTK të Kosovës, në Shenja, Era, TV Globi, kë lokale, TV Nistini, e kështu me radhë. A keni kërkesa të mjaftueshme nga ana e njerëzve për koncerte, festivale apo dhe për ahengje? Po për koncerte sidomos, janë festivalet folklorike të cilët na mbajnë gjallë, domethënë, prezantimin e këtyre instrumenteve që ka më tepër interesim. Po më tepër ne konfirmojmë ato që janë jashtë shtetit. Po. Festivalet jashtë shtetit janë festivale me një karakter ku edhe kemi konkurrencë, janë konkurruese, po më tepër dëshirojmë të marrim pjesë pasi që e prezantojmë popullin shqiptar, se nuk kemi të vetmit, po ka edhe popull të tjerë, se ju tregojmë se jemi mjeshtër për këto instrumente. Herën e parë që kemi bisedu ti ke qenë diku jashtë vendit. A ka qenë për punë edhe kjo? Nuk ka qenë për punë. Në rregull, deshta ka ndërlidhur në këtë aspekt, por sidoqoftë. Herë e fundit ka qenë në Varshavë që kemi marrë pjesë, në tradicion në Poloni, me këngën burimore kërçovare që kemi prezantuar. Bukur. Ju ka ngelur edhe ndonjë instrument pa prezantuar si falosëm të? Po, gajja, një instrument. Në rregull, është edhe pak interesant. Pak interesant që është. Gajja është një instrument pak më të që më karakteristik, që do në më tepër ritmi, do me thënë vallëzimi, përbëhet prej disa pjesëve, do me thënë kjo është pjesa solo, bas, një likur e qindri. Është edhe një këngë nëse nuk gaboj, gajde quhet, a ka të bëjë me këtë? Gajdegjiu. Po. Vjeri Gajdës, Gajdegji. Ajo është, po. Ja do ta luajmë edhe atë vallë. Në rregull. Të gjithë ata të cilët po qëndrojnë pranë ekraneve televizive dhe që dëshirojnë dëgjojnë këto tinguj të bukur, ja pra le të dëgjojnë dhe le të kërcejnë, se jo.
Shumë bukur, faleminderit. Ja qasë e patë edhe Ademi kamermani jonë, nuk mundi që ti rezitojnë po tingujve të bukur, por sa gajtja është më interesante për të lodhur. Na trego pak më tepër, me qenë se zakonisht i lëviz që duart, por... Edhe frynë. Do që t'japi shajër, do me thënë. Ashtu? Shumë kombinime të njëjtën Shumë kohë. kombinime. Edhe kjo pjesa interesante, fryrë. Këtu do me thënë e petajri, fryma. Po? Kjo pjesa është që është solo, që interpreton, dërsa kjo e mbanat basi, iso. Interesante. Po, shoki juaj a din t'i bje? Ose ende se ke mësuar këtë? Vazhdojmë në truk që Kadal dhe mësojmë edhe këtë. interpreton. Ha pas hapi. Po, në rregull, herën e ardhshme kur do t'jesh pjesë e emisionit ton, ta dish këtë. Po veç e din. E dim pak a shumë, po që të loznis bashku. Ne kemi bërë më shumë se ta prezantojmë, do me thënë se kombinohet gajda me fyllin, me kavallin, me Shkojmë instrumentet tjera. gjithmonë në atë mënyrën që ti kombinojmë instrumentet, do me thënë. Të jenë të kombinuara. E cili është kombinimi më i mirë? Po kombinimi më i mirë është gajde, kavall, gajde fyll, kavalli me instrumente tjera. A keni dikë të preferuar, për shembull që i bini një instrumenti mirë dhe që e doni pa mas? Janë shumë këtu, po njën ta veçani. E veçantë është kavalli. Për të ditë? Po. Kavalli është një instrument edhe specifik për interpretim, por edhe më i veçantë. Edhe më i vështirë, është kështu shumë i lehtë kur e mban në duar, Po. mirë po është do të jesh mjeshtër me vërtet që të ekzekutosh në kavall. S'ka dyshim aty. Po, kur janë në për festivala, i mirë në gjithë këto vegla me vete, gjithë instrumentet? Po, i marrim. Interesant, se nuk ju ngatronë ndonjëherë. Po zakonisht të festivalet që mbahen jashtë shtetit, kemi për shembull program një orë për prezantim të këtyre instrumenteve, kështu që bëjmë edhe duo me kavall, edhe na prezantojnë si mjeshtër, si doajena të kavallit. Pastaj bëjmë me fyll me kavall, për cilin këngëtarën, varësisht se çfarë tonaliteti janë, akordojmë me qiteli, sharki. Rastin e fundit në Varshaf, para se dalim në skenë, kishte një piano, ku habitën, ku ne kavallin e vendosëm edhe në piano, ku luante, kjo është diçka perfekte, aty na vlerësuan shumë si mundet një instrument I cilë, po. i thjesht folklorik të akordone kaq bukur në piano. Derisa e tregoje këtë ngjarje, unë vetëm çudita thash me vete kur se kanë kapë edhe me i ra dhe pianos edhe këto më kombinacion, ta kishit dhënë. Po, pianos i bimi se unë kom edhe në shkollën fakultetin e muzikës. Shumë pak me instrumenta, me ata instrumente edhe lozin. Po se kemi marrë kështu në përdasa me ato profesionalisht. Ma shumë kjo na ka tërhekë. Ava, këto po frymojnë krejt me tinguj. Edhe fjallë krejt me tinguj. Po, ashtë i vështirë procesi i frymarrjes, kur koordinojni me këto? Po, për frymarrjen, gajda dhe me thonë, kërkon pak më tepër frym, ndërsa kavalli kërkon më tepër mjeshtri. Po. Dhe me thonë, varet të pozicioni i buzave, ku edhe nxirret tingulli, nuk don shumë frym që të interpretosh, por do t'japish atë ëmbëlsirë, siç e më. S'ka dyshim. Të ketë tinguj të ëmbël. Ne kishim pasur edhe shumë për të folur mbi këto, por kohën e kemi limituar. Unë i falenderoj që ishit pjesë e emisionit ton, sollët kaq bukurin studio, kaq emocione tek shikuesit. Besoj që nuk do të jetë hera e fundit që do të vini edhe herave të tjera kur ndoshta do shpikni ndonjë instrument të ri. Ndonjë instrument tjetër. Me kënaqësi do jemi përsëri në emisione tjera, ku do kemi mendoj pak më tepër kohë. Por që të flasim për këto instrumente, se kemi shumë, po, shkurt diçka, një prezantim, mendoj se mbaruam diçka. Faleminderit edhe për ide. Faleminderit edhe nga ana juaj. Mendojmë se çdo herë do jemi në rrjedha në muzikë, në këtë prezantimin e folklorit. Është kënaqësi. Faleminderit që na nderuat edhe një herë. Është koha që të ndjekim fleshin informativ të orës 9:05 këtu në televizionin Shenja për gjithë ata të cilët po qëndrojnë pranë ekraneve televizive. Besoj që t'ju ketë pëlqyer biseda në studio me të ftuarit e parë dhe qëndroni edhe më tej me ne.